Lezhë u kthye mbrëmjen e sotme në epiqendrën e kulinarisë shqiptare. 55 shefa kuzhine nga çdo cep i vendit u mblodhën në qytetin e dashur për të sjellë një spektakël shihesh dhe ngjyrash me frutin simbol të kësaj feste, shegën. Në sheshin qendror të qytetit, aroma e gatimeve tradicionale dhe moderne krijoi një atmosferë magjike, nga risottot dhe pastat e përpunuara me mjeshtëri, te ëmbëlsirat e dekoruara me fara shege, çdo pjatë ishte një kombinim i artit dhe pasionit. Qindra qytetarë shijuan jo vetëm ushqimin, por dhe energjinë e festës, me valle, këngë dhe performanca folklorike që bashkuan traditën dhe bashkëoren në një natë plot ngjyra. Në shenjë vlerësimi për kontributin dhe pjesëmarrjen, kryetari i Bashkisë së Lezhës Pierin Ndreu ndau certifikata mirënjohje për të gjithë shefat e kuzhinës që morën pjesë në aktivitet, duke cilësuar këtë ngjarje si një pasqyrë të bukurisë, bashkimit dhe krijimtarisë shqiptare. Kaq domethënës për qytetin e Lezhës që është shega. Dhe nuk ka se si mund të lyheshim më mirë se kaq, me një pjesëmarrje jashtëzakonshme, po me një grup kulinarësh, kuzhinierësh nga më të mirë të Shqipëri, nga gjithë vendi, që i kanë dhënë një ngjyrë tjetër sot, të sheshi, dhe na kanë bënë derë, sepse Lezhë tashmë jo vetëm është simbol i shegës, por është edhe simbol i një kulinarie e cila ka marrë për masa jashtëzakonshme dhe ka kaluar edhe kufit shqiptar. Një mbrëmje që i dha shije jo vetëm qytetit të Lezhës, por gjithë Shqipërisë.